Ata po largoheshin nga fshatrat e rrethuara për të mbetur gjallë, por rruga e tyre u ndërprej nga forcat serbe. Një shtet i tërë kishte kthyer aparatin e vet ushtarak, policor dhe paramilitar në makineri të spastrimit etnik dhe të vrasjeve e të gjenocidit. Pas masakrës së 2 majit, për familjet e Studimes nuk mbaroi as tmerri, as dhuna. Masakra nuk ishte fundi i operacionit gjenocidal të Serbisë. Ishte njëra nga hallkat e tij. Të vrarët mbetën pas. Gratë, fëmijët dhe të moshuarit u nisën të dëbuar drejt Shqipërisë. Burrat e ndarë nga kolona u quan në burgun e Smrekonicës, ku u rrahën, u morën në pyetje, u lanë në kushte çnjerëzore dhe u torturuan. Serbia nuk u mjaftua me vrasjen. Ajo deshti ta zvraste vendin, ta thyente familjen, ta poshtronte të mbijetuarin dhe ta linte krimin pa gjykim. Edhe sot e kësaj dite Serbia i strehon kriminalët e luftës, kështu vepron një shtet kur krimin e ka politik. Prandaj kur flasim për Studimen, flasim edhe për Nabërgjanin, ku një ditë para Studimës u vran 17 civil shqiptar. Flasim edhe për Bukoshin, ku një ditë pas Studimës 25 burra dhe djem u morën nga kolona e të dëbuarve dhe u ekzekutuan në obor të shkollës. Flasim për Mejën, për Krushën, për Izbicën, Poklekun, Rezallën, Korenicën, edhe për shumë vende tjera ku Serbia la njerëz të vrarë, la nëna pa fëmijë e fëmijë pa prindër. Të dashur familjar, ju keni jetuar me mungesën më gjatë se sa me praninë e shumë prej më të dashurve tuaj. Keni jetuar me kujtime, me pritje, me shumë pyetje të cilat ende se kanë përgjigjen. Por ju keni qëndruar, keni ruajtur të vërtetën kur të tjerët kanë provuar ta shtrembrojnë. Dhe më e rëndësishmja, keni folur kur është dashur të dëshmohet për krimet që Serbia i ka bërë në vendin tonë. Shteti do t'jetë pranë jush, jo vetëm në përvjetore. Do t'jemi pranë jush në mbledhjen e dëshmive, në prokurori, në gjykat, në arkiv, në kujtesën publike, në shkolle, në diplomaci. Këtë përgjegjësi e ndjej thellë edhe unë në detyrën që mbaj sot, dhe zotohem se Studimja nuk do të mbetet vetëm në kujtimin e familjeve, por edhe në punën e përditshme të institucioneve, përfshirë të institucioneve të drejtësisë që kriminalët e luftës të mos mbesin pa u ndëshkuar. Sepse Studimja përveç dhimbjes së familjarëve është pjesë e historisë politike të Republikës së Kosovës. Njerëz të pafajshëm u vranë sepse ishin shqiptar dhe sepse Serbia donte një Kosovë pa shqiptar. Sot ne jetojmë Republikën e Kosovës sepse ai projekt ka dështuar. Dështoi sepse qëndresa ishte e popullit tonë. Dështoi nga lufta çlirimtare, dështoi nga sakrifica e martirëve dhe e dëshmorëve tanë. Dështoi nga ndërhyrja e aleatëve tanë perëndimor. Dështoi sepse vullneti për liri ishte më i fortë se terrori. Sot në përvjetorin e 27 të masakrës së Studimës, me përulje dhe respekt, i kujtojmë 116 civil të vrarë më 2 maj 1999. Kujtojmë martirët e Nabërgjanit, kujtojmë burrat dhe djemtë e Bukoshit, kujtojmë të gjithë të vrarët, të zhdukurit me dhunë, të dëbuarit, të mbijetuarit dhe të burgosurit dhe të torturuarit të luftës së fundit në Kosovë. I kujtojmë sepse janë themeli i lirisë sonë. I nderojmë sepse mbi sakrificën e tyre është ngritur Republika jonë dhe kërkojmë drejtësi sepse pa të kujtesa mbetet e paplot. Familjarët mbeten të rënduar dhe paqja mbetet e cunguar. Lavdi i martirëve të Studimës, lavdi gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit, lavdi popullit Kosovës që nuk u përkul asnjëherë. Ju faleminderit. Пойдем. Ты работаете на...